Përshëndetje. Shoqëria në thot të jemi të përullur, të presim radhën tonë, të pretendojmë vetëm atë që mund të provojmë. Por nëse sekreti i suksesit nuk është të presësh prova, të sillesh sikur e ke tashmë atë. Disa nga njerëzit më të suksesshëm në histori nuk ishin domosdoshmërisht më të zgjuarit, më të talentuarit apo më të përgatiturit. Ishin ata që refuzuan të ngjallnin dyshime. Ata vepruan sikur suksesi i tyre ishte i pashmangshëm derisa u bë i tillë. Besimi deluzional nuk ka të bëjë me arrogancën apo ignorancën. Ka të bëjë me zgjedhjen e besimit mbi frikën, besimin mbi hezitimin. Bet fjalë për të mbështetur veten aq fort sa universi nuk ka zgjidhje tjetër veçse të takoj në gjysmë të rrugës. Pra, pse kaq shumë njerëz ezitojnë të hyjnë në këtë mentalitet? Sepse ne kemi qenë të kushtëzuar, të jemi realist, të zbusim pritshmëritë tona, të luajmë të sigurt. Por çfarë ka bërë ndonjëherë për ju të qenit realist? Luajtja e vogël nuk do t'ju mbrojë nga dështimi, vetëm se do t'ju garantoj që të mos shijoni kur suksesin e vërtet. Në vazhdim do të rëndis disa arsye pse duhet të praktikoni besimin deluzional. E para, besimi krijon realitet. Mënyra se si e shihni veten është mënyra se si do t'ju shoh bota ju. Nëse praktikoni vetë besimin deluzional, filloni të shfaqeni si person që dëshironi të jeni, jo personi që mendoni se jeni. Bota nuk i vë në dyshim njerëzit që besojnë në vetvete. Ajo i ndjek ata. Kur veproni sikur i përkisni dhomës, njerëzit besojnë se jeni pjesë e saj. E dyta, vret dyshimin për veten përpara se të vras ëndrat tuaja. Shumica e njerëzve nuk dyshojnë sepse janë të paaft. Ata dështojnë sepse hezitojnë. Dyshimi për veten svarritet dhe para se të bëjnë një goditje të vërtet, ata tashmë e kanë hequr nga mendja e tyre. Po kur keni vetë besim të tejskajshëm, dështimi nuk është asnjë opsion në mendjen tuaj. Ju lëvizni me siguri dhe kjo siguri detyron mundësitë që të hapen për ju. E treta, njerëzit e respektojnë besimin dhe nëse është delirant, ne tërhiqemi drejt njerëzve që mbajnë veten me pushtet. Mendoni për këtë. Kur dikush flet me bindje, ne e dëgjojmë. Dhe nëse nuk e kuptojmë plotësisht, arsyen pse. Nëse keni besim në veten tuaj, bota supozon se keni një arsye për të qenë të sigurt. Edhe nëse nuk e bëni këtë ende, vetëm ky besim do t'ju shtyjë të ngriheni për këtë rast. E katërta, ju detyron të ndërmerrni veprime. Mendimi i tepërt është varreza e ambicieve. Njerëzit që dyshojnë në veten hezitojnë. Njerëzit që praktikojnë besimin deluzional veprojnë së pari dhe e kuptojnë më vonë. Suksesi nuk ka të bëjë me pritjen e momentit të përsosur, ka të bëjë me lëvizjen të mësuarit dhe përshtatjen ndërsa ecni. Ata që fitojnë janë ata që refuzojnë të lënë frikën t'i ndalojë. E pesta, ju bëheni versioni i vetes që keni dëshiruar gjithmonë të jeni. Nëse filloni ta trajtoni veten si personazhi kryesor, ju bëheni personazhi kryesor. Kur e mbani veten me vetbesim deluzional, filloni të bëni zgjedhje që përputhen me personin që dëshironi të bëheni. Ju ndërmerrni rreziqe më të mëdha, kërkoni më të mirën për veten tuaj dhe ndaloni së vendosuri atë për më pak gjëra. Dhe para se të kuptoni, nuk do të pretendoni më se ju jeni ai person. Unë do të thosha se në universitetin mjekësor, jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë, pedagogët fillojnë që në vitin e parë apo edhe në vitin e dytë, të thonë studentëve
të flasin doktor, doktoresha. Sepse duke besuar se studentët janë doktor apo doktoresha e së ardhmes, ata krijojnë një besim në vetveten e tyre që vërtet janë doktor. Ka dhe universitete tjera që përdorin këtë mënyrë, por kjo është një gjë shumë e bukur kur ti i thua vetes, po, unë jam ky, dhe i flet vetes në këtë mënyrë. Së fundi do të thosha se bota gjithmonë do të përpiqet t'ju përhul, do t'ju thotë që jeni realist, të prisni radhën tuaj, të qëndroni në korsin tuaj, por luatja e sigurt nuk çoj kur në madhështi. Mënyra e vetme për të krijuar jetën që ëndrroni është të besoni në veten tuaj, aq fort sa që dyshimi të mos ketë vend në mendjen tuaj. Sidoqoftë është e rëndësishme të pranoni se besimi deluzional nuk ka të bëjë me injorimin e realitetit, ka të bëjë me përkuljen e tij në favorin tuaj. Rreziku qëndron në arrogancën e verbër, refuzimin për të mësuar ose injorimin e kritikave konstruktive. Besimi pa vedije mund të çojë në vendime të pamatura, premtime të tepërta, pa dhënë apo dhe largimin e njerëzve që mund t'ju ndihmojë që të rriteni. Pra mos prisni të merrni leje, ndaloni së kërkuari prova. Thjesht vendosni që ju jeni personi që fiton dhe vepron vetëm si ai, sepse kur ke besim te vetja e shoqëruar dhe me përpjekje, strategji dhe përulësi, suksesi nuk është thjesht i mundur, është i pashmangshëm. Besimi tërheq mundësi dhe kur veproni sikur i përkisni, njerëzit ju trajtojnë ashtu siç bëni ju. Po sikur njerëzit të mendojnë se jeni jo realist, lërini ata. Arritjet më të mëdha në histori filluan kur dikush ishte jo realist. Shumica njerëzve luajnë me të gjitha sepse kanë frikë nga gjykimi. E vërteta është se njerëzit do të dyshojnë tek ju derisa tu vërtetoni se e kanë gabim. Kështu që pse mos të besoni në veten tuaj së pari. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot e reja. E deri në videon tjetër. Mirë takofshim.